We're with Channel 7. You know the vibes. 03 Mosharrah. Përshëndetje, sot ju themi nga Peja. Me shumë kënaqësi sot do t'ju njoftoj me një prej persona më viral të TikTokut të momentit. E kemi Shqipronin. Përshëndetje Shqipron. Qësh je, a je mirë? A je mirë? Shumë. Qësh kemi Shqipron? Qësh je, qësh po t'jesh më tej? Bëll mirë. Bëll je, jam të knaq. Ti je orë prej Amerikës pas si ke lind je rrit atje tashmë je kthy në Pej. Si vendose me u kthy në Pej? Cila është arsyeja që të pruri në Pej? Me folë për një me, kur jë ndek printat, unë e vendosa me ardhë në Kosovë edhe me jep contribute, you know, e shala muj me një mund njërës... Me kontribu në Kosovë, a? Po, me një mund njërës edhe me bo dishka mirë, you know, e shala. Edhe si është e kthimi të këto? Ishte i fështirë, sepse është një këgja një falitese e ndryshme prej Amerikës edhe prej Pejës, prej Kosovës. Shka jetëm vetë? A ka qenë hard kthimi këtu në Kosovë? Jo, heq. Mentaliteti këto është ma ndryshe. Po, shumë nuk din me gra keren këto. Njerëz nuk din qish me gra keren, po është vendi mirë. Qa për të pëlqen mas shumë ti Pej? Okej. Number one është qikat. Na kena femnat maj bukën bot, you know, 100%. Po, jam të knaq në Kosovë, vera akon shumë mirë, jam... Po besoj verës ke po shumë qika, a? Po, 100%. Po, jam kom kry qatë punë që tash. Tash du me gjetë në nuse, se din me bo pite dhe mantijat, dhe fli. Do të ka përfundu koha e qikava, tash po dën nuse. Nashta. Jo qatë shpejt, you know, po... Ama nëse dën me bo nuse, dësh me përfundu ta man koha e qikave. Unë jam shqiptar, you know. Na mashkullt e shqiptar, na jena pak ndryshe, po... Pse jeni ma ndryshe? Qka ju bën juve meshkujve shqiptar ma ndryshe? Na kena zërë me nejt me një qik. Pse? A e keni lakmin? Shko është lakmin? Me pas dëshirë me pas ma shumë qika? Ose me provu ma shumë qika tjera? A qësh është puna? Po gjithë mashkull ka qef me dalë me shumë qikat. Po nëse ki me pas familjen, e di se nuk është mirë me bo qato punët. Ma mirë është me gjithë një qikë edhe me qëtësu pak, po nuk di, jo me ri, edhe tash jetën është pak ndryshe, so nuk di, nashta ka me konë ma zorë me konë me një qikë tash, you know? Po ti po kërkon një qikë që din me të maru pite, din me të maru flia, kështë që jetë të kërku një nuse ta mënë kështë tradicionale, a? Po, jo veç pite edhe mantija, edhe se une du protein, you know? Se une oshtraj shumë, se jo veç pite, edhe pull edhe voj, you know, që të senet. Gjithka që të mbonë ty në kujdesin fizika? Po, 100%. Okej, pse vendose me u marrë me TikTok? Sepse tash në TikTok je shumë viral. Po. Pse? Ka nisi dëshira për me u marrë me TikTok? Pse TikToku? Une kom qel TikTokin para day off. Në day off e kom ma shumë se 3 million views. Une nuk kom menu se... Kime u voka viral, a? Kime vez ka shumë, kime shpërthy. Po, 100%. Nuk di qështë o bo, qështë o, po, I don't know, që tash, une kom qëllë TikTokin për fitness. Jo me bo hajgare, po, kom bo një video, jam konë të bo hajgare edhe është shku viral. Atëre kom bo ma shumë, edhe tash... Tash po jetë shumë mira? Tash... Jetë duke të regu gjatë gjithë kohës në TikTok për shumë probleme që jenë në Kosovë. Për pa pastërtin, për shoferë cilë ndoshta nuk din me vëzit. Po, listen, une nuk fole veç keq për Kosovën, jam të bo hajgare, se une nëse nuk kom dosh Kosovën, une nuk isha odhë mas, you know. Toka Kosovës, na kena
qit country është më mirë në botë. Edhe unë du me pa Kosovën më mirë. You know, gjithkush po don me ik pe Kosovës. Unë jam lind Amerikë edhe jam ardhur mas. Se du me pa Kosovën më mirë. E çka po don me boti për Kosovën? Cili është qëllimi yt për Kosovën? Çka ki me kontributi për Kosovën? E shala, muj me bo kontribut, muj me nimu njerëz, muj me qel do biznisat dishka edhe muj me jep rogat, you know. Sa mendon se kish me qenë rrogë ideale në Kosovë? Shko është Sa do të me qenë rroga më e mirë në Kosovë? Sa do të me qenë? Për afërsisht. A jeton vetë, like... How much money? Për njerëzit që punojnë këto? Nëse unë muj me thonë? Po, how can you pay? Tash jena të folë për politika, ha? Ja. Okay. Listen, unë nuk di sa vjen sa është për një njeri me jetu në Kosovë. A mënon me pas banesen, me pas shtëpi, sa pare duhet me marrë në Kosovë? Kalzam, për në me. Se unë nuk di. Të tregoj realitetin. Po. Në Kosovë, qëroja mesatare është 250-300 euro. Rroga mesatare është, pëllojmë dikun të 600. Mesatarisht. Një rrogë mesatare është 600 euro. Tash si është ati? A duhet me qenë ma e lartë? Unë me pas biznes, unë kam e pagu punëtore jem ma shumë se 600-700. So? Po nuk di, po qish është të shku biznisin? Më varet për biznisit, ha? Ja, po, qish jo, nëse kam biznisin e mirë, po, me jep dikush se është punëtore mirë, 1.000 dishka, po. E pagun pa problem. Po, qish jo. Listen, babi jem ka pas biznisat në Amerikë, edhe gjithë punëtor se ka pas, ka thonë se o konë bas maj mirët, you know? Kur dek baba, ka pas gati 300-400 njerëz në funeral, you know? Se o konë njere shumë e fort. Edhe gjithë punëtor se ka pas, ka thonë se o konë base maj mirët. Do të te kam vlerësu si shef shumë të mirë. Po, edhe une du me konë qashtu, you know? E shala. Gjuhën Shqipe jetu e mësu. Gradualisht, jam të mësu gjithë ditë, jam të mësu gjithë ditë se ku jam konë në Amerikë, une nuk kom dasht me folë shumë Shqip me printat e jem. Une veç kom dasht me folë Anglisht. Do të vetëm Anglisht? Po. Pse vetëm Anglisht? Se, I don't know. Edhe babi jem edhe mami jem jënë mësu pak, you know, me folë Anglisht. Anglisht ma shumë, a? Yeah, po. Okej. A të pengon nështë që nuk din ma shumë gjuhën Shqipe? Jo. Se, listen, gjithë ditë jem të mësu edhe... Po mendon që ki me bota më në gjuhë tonën, ki me folë që shduhet? Po. Cila është një prej fjallëve që nështë atë karë ma fështirë me shqiptu në Shqip? A ka nëjë fjallë kështu që me zeke shqiptu, me zeke mësu në Shqip? Ose kur ta ka thonë dikush nuk e ke dita shka është? A din shka është shumë zërë, kur jom të folë me njerës se janë pej Shqipënis. Shqiptarët e Shqipërisë, no? One nuk muj me kuptu kur gjo. Heq. Nuk më i kupton fare. Përmende këtë pjesën e qikave. Gëgja shumë viral je bodhe me këtë pjesë. Po. Qka të boni ka që viral? Qka të për qikat që u bone ka që viral? Se jom konë të thonë se qikat janë lazru pak, qikat e Kosovës. Kosovës, a? Po, se ku jom konë e ri, mame jem kam kalzu se qikat e Kosovës janë maj mirët, you know, janë qikat e shpis. Edhe qashtu unë kom qef. Po shumë qikat janë të thonë, unë nuk du me konë slave në shpe, edhe nuk jom të thonë qashtu. E qësh jetë të thonë të? Qka jetë të thonë të? Unë jom të thonë se nona jem, edhe nonat e Kosovës, se kanë 40 vjetë, 50 vjetë, 60 vjetë, janë konë femnat ma e fort në botë. Kanë mojtë familjen, janë gure e familjes. Edhe nëse dënë me pas djallin e fort, edhe qiken e fort,
ma mirë është me pas në themin në gru në shpe të këqyrë thmit, edhe nuk ka kërgjo ma mirë se ato. Une nuk isha bo shtrimet, nuk isha kon njëre e fort nëse nuk kom pas momen e jem shpe. You know? Ama ti po dënë edhe qika. Ti tash s'po dënë me pas një nuse ta mënë, sa peshe nuk po je shumë i sigurt me pas një nuse. Po, listen, a peshe që problemi jeni ju djemët. Listen, nashta unë jam musliman, edhe na muslimant, na mune me mo sa, 3-4 wives, right? Qashtu po thojnë. Qashtu thojnë, po edhe nuk thojnë që, edhe thonë në fakt që jo shumë qika dush me i pas ti para se me mo një nuse, gjona tila. Nëse njëna me tradita. Po na po i krejmë traditën që ka na konvenon. Propaganda është. Ja. Qikat e dojnë moshkull se ka shumë femna, okay? Qikat nuk dojnë femnat se, you know, veç janë me në qik, nëse o konë që ashtu, na kish konë jeta ma e mirë. Po femnat e dojnë qikat se kanë shumë femnat. Nuk di pse është, duhesh me vetë vetën qatë pytje. Jo, une për vete të regova. Jo, duhesh me vetë vetën. No, nuk funksionat. Ndështë në Amerikë po, në Kosovë në shumë prej rasteve jo. Po një çështje tjetër që ka po du me undoj, sepse kjo mund tjetë edhe pak se në është ta më shumë personoje. Pjesa e Big Brother. E di që ki komente prej ma të ndryshmeve, a kemi qenë pjesë e Big Brother apo jo? Listen, nëse më thiren, na folem, edhe nashta, e shala, unë mënaj se nëse hin Big Brother, unë kom e dhez krejt, okay? Se? Qa kjo e po Big Brother? Se unë nuk tute. Shumë shqiptaret këto vjen mare me fol shka kanë met, you know? Nuk vjen mare mu, you know? Unë jam mësu në Amerikë, unë fole për gjithë shka, nuk tute, edhe... Je hopër, a? Je open-minded për gjithë shka? Jam qelon, Te merresh me pjesën e trajnimit fizik, do thot merresh me fitness gjatë gjithë kohës? Po. Qysh të bën me undja, po mundesh me zhvillu si punë edhe këto në pej? So, që tash e kam kostumerat për biznes në Amerikë. Se nuk, like, në online fitness këtu në Kosovë nuk dojnë me bo online fitness, këtu dojnë me bo in person, you know? So, është zërë, po jam të bo training dhe 3 clients që tash, in person, po nashta, nuk di, nëse për në me, muj me mo shumë njerëz edhe me qelë në fitness, a dhe shka? Nashta. Nashta e kështë bo si puna? Po, nashta. Sa pompa mundesh me naj bo? Pompa? Qka është pompa? Sleka. So? A po do me po? A provojmë? Muj me bo gati 100. Hajde, a provojmë? Po, hajde. Hajde, unë e smoj. Hajde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A me bo ma shumë? So mundesh mi bo? A jam të prish mikrofonin? Jo, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Unë muj me shku krejt ditën që shtë. Unë jam bisha e Kosovës. Mos hara. Kjo është shumë e fort. Mos hara. 03 Peja Siri. Unë e di që po besaj kohëve të fundit një pjesë shumë e ndihshme është edhe familja. Po. Veç se na tregove se tashmë ke humb dy prindrit. Sa të mungojnë, sa e vren mungesën e tyne? Nuk di shka jetëm vetë. Did you miss them? Do I miss them? Po qish jo, you know, gjithë natë unë e kom ondër për mamin e jem edhe babin e jem. You know? Po unë e kom vllajën e vogël, edhe tash unë kom e kone fort. Se nuk du me pa vllajën e vogël
unë të mërzit edhe, që të senet nuk është mirë. Edhe se jam mërzit, edhe se do herë, përkaj për familjen, nuk du kërkush me më pa qashtu. Unë du me konë se baba jem. Edhe baba jem o konë njëre shumë e fort, kur nuk ka kajt, veç kur o konë, katastrofa edhe që të senet, po na shqiptarët na jena fort. Nuk jom të thonë se është keq me folë për feelings, nuk jom të thonë që ashtu. Po edhe nëse jem mërzit për dishka, duhesh me kone fort, edhe nuk duhesh me hec me kryt poshtë. Kur?